Në Korçë vijon nderimi i figurave të rëndësishme historike, ku këtë herë vëmendja është përqendruar te Zaifundo, një emër që ka lënë gjurmë të forta në jetën intelektuale dhe politike të vendit. Pas emërtimit të një sheshi pranë bashkisë Korçë vitin e kaluar me emrin e tij, Këshilli Bashkiak ka miratuar edhe vendosjen e një busti në nder të këtij personaliteti kompleks. Kryetari i bashkisë Sotiraq Filo vuri në dukje se për shumë dekada figura e Zaifundos ka mbetur në hije, e lënë më njanë nga rrethanat historike të periudhës së pas luftës së dytë botërore. Ai e cilësoi Fundon si një intelektual me formim të gjerë, i apasionuar pas filozofisë, letërsisë dhe mendimit progresist, që nuk nguroi të përqafojë idetë e reja të kohës. Tani po risjellim një propozim tjetër për vendosjen e të shesh edhe një bust në nderim të kësaj figure. Tani diskutimin e kemi bërë shterus në momentin që kemi miratuar propozimin për dhënien e emrit të Lazar Fundos këtij sheshi, por disa gjëra po i them edhe një herë sepse janë të rëndësishme. Figura e Zaifundos është një figurë shumë komplekse, e cila për shkak të rrethanave historike të viteve të pas luftës së dytë botërore nuk është gjërësisht e njohur, ose do të thosha është pothuajse e panjohur për publikun korçar edhe atë shqiptar. Por ata që kanë mundur të lexojnë diçka më tepër rreth kësaj figure, unë në këndvështrimin tim do ta përkufizoja Lazar Fundon me disa cilësi shumë të rëndësishme për atë kohë, për kohën e sotme dhe për çdo kohë. Lazar Fundon ishte një intelektual, në radhë të parë, një njeri me njohuri të shumta në shumë fusha, filozofi, letërsi e të tjera. Ishte një njeri progresist, pra ishte i hapur për të mirëpritur edhe për të përfshirë idetë progresive të kohës. Ishte një njeri kurajos, i cili kishte guximin që në rast se shikonte një diçka e cila nuk funksiononte apo ishte një padrejtësi, pavarësisht se në një moment caktuar ai mund ta kishte mbështetur, si ide apo si kuptim kishte guximin që edhe kurajon që edhe ta kundërshtonte në momentin që shihte që teoria nuk përputhej me realitetin dhe ishte besoj unë edhe një person idealist. Filo nënvizoi se guximi për të kundërshtuar padrejtësitë dhe mospërputhjet mes teorisë dhe realitetit e shndroi atë në një figurë të rrallë. Nga njëri prej mbështetësve të parë të ideve komuniste në vend, ai u bë gjithashtu një nga kritikët e tyre më të hershëm, sidomos pasi përjetoi nga afër diktaturën e Bashkimit Sovjetik. Përveç kësaj, Zaifundo mbeti një idealist dhe antifashist i bindur, duke u internuar nga regjimi fashist italian në ishullin Ventotene për shkak të qëndrimeve të tij patriotike. Të gjitha këto cilësi, edhe patriotizmi, patjetër ishte edhe patriot, e bënë Lazar Fundon që të ishte një nga mbështetësit e parë të ideve komuniste në Shqipëri, por edhe një nga kundërshtarët e parë të këtyre ideve, në momentin kur gjatë kohës që ka jetuar në Bashkimin Sovjetik, ka parë që kishte një mospërputhje shumë të madhe ndërmjet asaj se çfarë komunizmi përfaqësonte si teori dhe çfarë ishte komunizmi i zbatuar në një realitet të terrorit të atyre viteve në Bashkimin Sovjetik. Pra ishte komunisti dhe antikomunisti i parë, ishte një patriot, ishte një antifashist, i cili pikërisht për këto bindjet të tij patriotike dhe antifashiste dhe është internuar nga fashistët italianë në ishullin e Ventotenas. Dhe besoj që për këto cilësi dhe për këtë se çfarë përfaqëson kjo figurë historike, mendoj që një vendosja e një busti në këtë shesh të emërtuar me vendimin e këtij këshilli me emrin e patriotit Zaifundo do të ishte një element që do ta kujtonte në kohë, në përjetësi këtë figurë të rëndësishme
dhe do t'ju bënte të ditur gjithë atë se çfarë kjo figurë përfaqësonte gjithë komunitetit tonë dhe jo vetëm, dhe sidomos brezit të ri që për shkak edhe të konjunkturave të asaj kohe nuk ka patur mundësinë që ta njohë veprën edhe atë se çfarë përfaqëson kjo figurë historike. Kështu që ju kërkojmë mbështetje për të miratuar vendosjen e këtij busti në zonën kryesore të qytetit në sheshin që mban emrin e Lazar Zaifundës. Kryetari i Këshillit të Qarkut të Korçës, Erion Exhipi, kujtoi se përpjekjet për ta rikthyer figurën e Fundos në kujtesën qytetare kanë nisur vitin e kaluar me një simpozium shkencor të organizuar në bashkëpunim me Universitetin e Korçës. Ai theksoi se vlerësimi i personaliteteve të tilla nuk duhet të kufizohet vetëm në aktivitete përkujtimore, emërtime sheshesh apo ngritje monumentesh, por duhet të shoqërohet me punë të vazhdueshme për t'ia përcjellë shoqërisë dhe brezave të rinj vlerat e tyre. Sipas tij, Zaifundo nuk ka kontribuar vetëm për Shqipërinë, por edhe për mendimin evropian të kohës, duke u shndruar në një figurë poliendrike që meriton njohje dhe respekt më të gjerë. Në vimësi të vlerësimit të figurës të Zaifundos, në vitin e kaluar kemi miratuar emërtimin e një sheshi pranë Bashkisë Korçë me emrin Lazar Zaifundo. Kemi zhvilluar në Universitetin e Korçës një konferencë, një simpozium shkencor për të evidentuar edhe më shumë veprimtarinë e kësaj figure poliendrike të kulturës shqiptare dhe të veprimtarisë patriotike. Dhe në vazhdimsi të tyre, sot vendosëm me Këshillin Bashkiak të përcaktojmë sheshin dhe vendimarrjen për këtë vlerësim tjetër me një bust monument të Zaifundo. Unë mendoj që vlerësimi i figurave të tilla që kanë kontribuar jo vetëm për Shqipërinë, por për mendimin evropian, nuk mjaftohen vetëm me aktivitete emërtime sheshësh apo vendosje monumentesh, por shoqëria jonë duhet që t'i njohë më shumë, të kuptojë veprimtarinë e tyre dhe veprën që kanë lënë dhe patjetër t'i transmetojë si vlera të shtuara të shoqërisë tonë për brezat që do vinë. Vendosja e bustit të tij në një nga sheshet kryesore të qytetit do të shërbejë si një kujtesë e përhershme për komunitetin korçar, duke i dhënë një dimension të ri historisë dhe trashëgimisë kulturore të Korçës. Ky nderim synon t'i jap një zë të munguar një personaliteti që për shkak të konjunkturave politike për dekada të tëra mbeti në harres, por që sot po merr vendin që i takon në historinë e qytetit dhe të vendit.